Edi vazhdon lojën e tij provokuese dhe me humor, duke dashur të shohë reagimin e Dolces. Ndërsa ata po rrinë së bashku në dhomën e ndenjës, ai papritur i thot Dolces me një ton të shtirur serioz se mbase do të lidhej me Benitën, vetëm për ta parë se si ajo do të reagonte. Dolce fillimisht të shikon me habi, pastaj me një lloj nervozizmi të lehtë, sepse i duket sikur Edi po e tepron me këto lojra. Edi ngrihet, i afrohet Benitës dhe e përqafon thjesht sa për të vazhduar shakan e tij. Benita, që gjithmonë e pëlqen vëmendjen, e kupton menjëherë se Edi po e përdor këtë moment për të nxitur pak xhelozit e Dolce, dhe ajo futet në lojë pa u menduar dy herë. Ajo buzëqesh, e lehtëson situatën dhe ja kthen përqafimin duke e parë drejt Dolces, sikur të donte t'i thoshte po, pse jo, le ta vazhdojmë lojën. Dolce, nga ana tjetër, fillon të acarohet pak, sepse e sheh që Edi po e provokon qëllimisht. Ajo nuk e pëlqen fare këtë skenar dhe e ndjen veten të lënë pas dore në atë moment. Atmosfera rreth tyre bëhet më e tensionuar, me banorët e tjerë që fillojnë të qeshin dhe të shikojnë reagimet e tyre, sikur po shohin një mini dram që po zhvillohet në kohë reale. Edi e kupton që Dolce po preket vërtet dhe vazhdon akoma. Ndoshta pak më shumë se sa duhet, vetëm që ta shtyjë lojën edhe pak më tej. Benita vazhdon të ndjek çdo gest të tij, duke luajtur rolin e vajzës që papritur po merr vëmendjen e Edit, sikur gjithçka të ishte një skenë që ajo e kishte imagjinuar prej kohësh. Ndërkohë, Dolce nuk e duron dot më dhe largon vështrimin, duke e bërë të qartë se lojrat e Edit po i kalojnë kufijt. E gjithë kjo skenë krijon një atmosferë të çuditshme, me tension, humor dhe pak dram, ndërsa Edi vazhdon të luajë lojën e tij me një buzëqeshje të madhe, duke e ditur mirë se çdo lëvizje e tij po e ndez situatën edhe më shumë.